Pezulluar lundrimi detar në Vlorë, Kapteneria e Portit të Vlorës në njoftim të saj zyrtar ka bërë me dije se pezullimi do të jetë deri në orën 22 të datës 8 maj, duke nisur nga mëngjesi i sotëm. Pezullimi i lundrimit vjen edhe për shkak të kushteve hidrometeorologjike të përkeqësuara kryesisht në det të hapur. Forca e erës arrin nga 15 deri në 20 metra për sekond, ndërsa dallgët arrin nga 1.5 deri në 2.5 metra, duke bërë pamundur lundrimin e mjeteve të vogla dhe atyre të peshkimit, ndërkohë që tragedi i linjës Vlorë-Brindisi do të vijojë të operojë normalisht. Sipas Kaptenerisë së Portit të Vlorës është kërkuar bashkëpunimi të gjitha institucioneve për të parandaluar çdo lloj problematike që mund të krijohet për shkak të kushteve të vështira hidrometeorologjike në qytetin e Vlorës gjatë kësaj të premte. Kështu, moti në vend ka pësuar një përkeqësim të ndjeshëm gjatë orëve të fundit për shkak të kushteve të motit në gjirin e Vlorës dhe në det të hapur. Autoritetet detare kanë vendosur ndalimin e lundrimit për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit gjatë kësaj të premteje. Sipas njoftimit nga Kapiteneria e Portit, prej orës 8 të mëngjesit kanë nisur erëra të forta me drejtim jug-juglindje me forcë deri në 6-7 ball dhe me shpejtësi nga 15 deri në 20 metra për sekond, ndërkohë lartësia e dallgëve parashikohet të arrijë nga 1.5 deri në 2.5 metra. Për këtë arsye është pezulluar dhënia lejeve të nisjes për të gjitha mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit që operojnë jashtë gjirit të Vlorës deri në orën 22 të mbrëmjes. Autoritetet u kanë bërë thirrje të gjitha subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fushën detare të marrin masa për sigurimin e mjeteve në porte dhe të rrisin gatishmërinë e ekuipazheve me qëllim shmangjen e çdo rreziku apo situate emergjente. Ndërkohë anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vijojnë operimin normalisht sipas itinerarëve të planifikuar. Sipas parashikimeve, përmirësimi i situatës hidrometeorologjike pritet pas orës 22 të mbrëmjes së premte.